Territori shqiptar për datën 22 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me mod kryesisht të vranët dhe me rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë rreshje të moderuara në zonat veriore, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale me rreshje të dobëta shiu në pjesën tjetër të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku rreshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 nëntor do të jetë në orën 6:30, ndërsa perëndimi në orën 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 16 gradë Celsius. Berat 8 deri në 16 gradë Celsius. Korç 3 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 16 gradë Celsius.